me Republikën e Kosovës. Po ashtu, stërvitjet që janë realizuar në terrenet në komunën e Bujanocit nga ushtria serbe, kanë ngritur pak shqetësim, fillimisht për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në komunën e Bujanocit. Nuk kanë munguar reagimet e leadershipit shqiptar, përfaqësuesi institucioneve shqiptare, si kryetari i komunës Bujanocit, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, por edhe nga vetë qytetarët. Shohet pyetja se nga gjitha terrenet ushtarake që posedon Serbia, pse përzgjidhet fillimisht komuna e Bujanocit. Ne e dimë se Serbia den provokoi hera sa herë që i duhet për konsum politik, dhe kjo normalisht që më tepër është një provokim, fillimisht për shqiptarët që jetojnë në zonat kufitare me Kosovë, por edhe për pjesën tjetër, edhe për banorët që jetojnë jashtë territorit Serbisë që i bie në pjesën e Kosovës. Ardita, a ka patur një reagim zyrtar, Ardita Ndjes, a ka patur një reagim zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes e Serbisë, pse ka ndodhur në këtë zonë, pse në këtë moment dhe cili ka qenë shkasi ose cila ka qenë arsye e këtij ushtrimi ushtarak? Në këtë 24 orë që në fundit jam drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes zyrtarisht për të marrë informacionin, nuk kemi informacion zyrtar. Fillimisht kemi informatë që ka lëshuar Ministria e Mbrojtjes, këto janë stërvitje